Partia Demokratike ka denoncuar marrëveshjen e qeverisë për projektin Smart City, duke e cilësuar atë si një procedurë pagar dhe me kosto të fryera artificialisht deri në $80 milion. Sipas zëdhënëses për antikorrupsionin në PD, Genta Vangeli, kontrata për 8.657 pajisje monitoruese dhe software rezulton shumë herë më e shtrenjtë se referencat ndërkombëtare. PD shprehu shqetësimin se përveç shpërdorimit të fondeve përmes borxhit $118 milion, projekti krijon një mekanizëm survejimi masiv të qytetarëve pa garanci për privatësinë. Në mars të vitit të shkuar, qeveria shqiptare ratifikoi një kredi për $118 milion nga fondet e Abu Dhabit me afatshlyerje 15 vjet dhe me interes 4% në vit. Në vend që këto parat investoheshin për nevojat urgjente të qytetarëve shqiptar, ato do të përdoret për të financuar një kontratë gjigande që do të jepet pa tendere pagar, një kompanie e cila quhet Presight Ltd e lidhur me grupin G42 nga Abu Dhabi. Vlera reale e kontratës arrin deri në $140 milion me TVSH, ndërsa analiza e kostove ngre dyshime serioze se projekti është flyrë artificialisht deri në $80 milion. Sipas të dhënave të kompanive ndërkombëtare të specializuara në teknologjinë e sigurisë dhe monitorimit, një sistem i ngjashëm për Shqipërinë me popullsi rreth 2.4 milion banor do të kushtonte nga $50 deri në $90 milion. Pra, shumë herë më pak se $118 milion të kontratës në fjalë. Por shqetësimi nuk lidhet vetëm me koston. Projekti Smart City synon ngritjen e një infrastrukture të avancuar monitorimi me kamera, inteligjencë artificiale dhe qendër të centralizuar kontrolli. Në mungesë të transparencës për mënyrën e përdorimit të sistemit, ruajtjen e të dhënave, aksesin e informacion, auditimin e pavarur dhe garancinë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë, lindin shqetësime serioze për ngritjen e një mekanizmi të survejimit masiv të qytetarëve. Shqiptarët kanë të drejtë të dinë pse po marrin një borxh të ri për $118 milion për të financuar një kontratë të dhënë pagar dhe pa konkurrencë, ndërsa ekspertët vlerësojnë se e njëjta teknologji mund të sigurohej me $10 milion më pak. Opozita kërkoi transparencë të plotë, auditim ndërkombëtar të kostove dhe garanci ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale.